Unë kam parë disa sinigata që janë të qifutëve. Ikni më përpara. Në tokën e Shqipërisë ka vetëm shqiptarë. Në tokën e Shqipërisë ka vetëm binë dhe stërnipat e Shqipërisë që janë të vrarë të gjakosur. Anë se ju do kujtoni në luftën e dytë botërore që u kemi mbajtur me bukë të Izraelit, që u kemi shpëtuar të vetmi shtet në botë që i shpëtovi qifutën në kohën e luftës, janë shqiptarët. Por aman, ne nuk duam që të vini të na urdhoni, sepse ju nuk dini gjuhën tuaj. Unë i kam në Amerikë, i njoh të gjithë. U i them qifut në gjuhën shqipe të Izraelit. Edhe Izraeli po të vesh sot, nuk e duan kryeministrin e tyre, duan Tavarin, sepse i vravi. Sepse po të hap një historinë të dashur shqiptar, muslimanët me të Izraelit janë motra vëlla. Por po ti dëgjosh, nuk e duan luftën, por lufta bëhet gjithmonë të dashur shqiptar vetëm për të mbajtur, siç e bën Berisha që gërtet, për të mbajtur familjen vet. Po çdo gjë ka përfunduar.